Vetëm Berisha e shpëton Shqipërinë nga tarifat që vendosi Amerika këtë javë. Të paktën tha ai kur u njoftua lajmi se Trump vendosi taksë ndaj shumë shteteve, përfshirë gjithë bllokun evropian me 20% dhe vendin ton me 10%. Me të ardhur në pushtet, shtoi Berisha, do të negociojë me administratën Trump për tarifat. Vetvetiu në mendje më erdhi fabula e papagallit në avion që 1 e 2 thërriste stewardesën që ta asistonte. O shëmtir, eja më rregullo pak çantën se nuk po e vë dot, tha me të hipur në avion. Nuk vënoj shumë dhe ja dha sërish. Na moj, e marr, më sjell një kafe. Të gjithëve u bëri përshtypje ky qëndrim. Pas papagallit, lepuri që gjithashtu po fluturonte në avion, i kërkoi asaj një lëng karrote. Por stewardesa nuk ja vari se i kishte nerva tel nga sjellja e papagallit. Lepuri pas disa çastesh ngriti dorën për ta kujtuar për lëngun, por ajo as që ja hodhi syt. O e pa aft, ja priti papagalli. A ka vakt falas në këtë fluturim? Jo, zotëria, ktheu ajo, gjithë mirësjellje ndonse për brenda po pëlqiste. Kur pak të sken, lepuri nuk duroi më dhe thirrri me të madhe. Moj ti, e përdal, a do ma sjellësh atë lëngun që porosita? Stewardesa këtu nuk duroi më dhe e kapi prej veshësh lepurin, e prej fyti papagallin dhe i hodhi të dy nga avioni. Teksa po binin me sëreve, lepuri tha papagallit: Po kjo çpati, ti çfarë nuk i the e as që reagoj, mirë po sa ngrita zërin unë, nuk na e përtoj të dyve. Papagalli po e shikonte me mospërfillje dhe ja kthen: A di të fluturoshti? Jo, i përgjigjet lepuri. Po atëherë çfarë deshe që fole, i tha shpendi larosh dhe hapi krath.